Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Korporata elektroenergjitike shqiptare ka blerë energji me vlerë për rreth 3.38 milion euro në periudhën 22 deri 30 gusht 2026 për shkak të rritjes së kërkesës nga temperaturat e larta. Kjo blerje pason importin e energjisë për gjatë muajit korrik të këtij viti. Teksa temperaturat e larta kanë rritur kërkesën për energji, korporata elektroenergjitike shqiptare ka realizuar një blerje për periudhën 22 deri 30 gusht 2026 me qëllim plotësimin e nevojave konsumatore. Në total janë kontraktuar 25.605 MWh energji, ndërsa për llogaritjet mbi sasitë dhe çmimet e ponderuara të publikuara e çojnë faturën e blerjes në rreth 3.38 milion euro. Blerja e fundit vjen rreth një muaj e gjysmë pas procedurës së zhvilluar në fillim të korrikut, kur Kesh realizoi importin e parë të energjisë për vitin 2026. Në atë procedurë kontraktuan 331.200 MWh për periudhën 1 korrik deri 30 shtator, me një çmim mesatar prej 125.47 euro për megavator dhe një vlerë prej rreth 41.6 milion euro pa TVSH. Ajo procedurë ndryshonte nga praktikat e zakonshme të korporatës për blerje javore apo afat shkurtra, pasi energjia u sigurua për të gjithë tremujorin e tretë. Ndërkohë, procedura e fundit rikthen blerjet për një periudhë më të shkurtër dhe me një çmim mesatar rreth 6.4 euro për megavator, më të lartë se ai i kontraktimit të korrikut. Nevoja për import e rritet zakonisht gjatë sezonit të verës, kur rënja e prurjeve në kaskadën e Drinit kombinohet me konsumin më të lartë të energjisë. Edhe gjatë vitit 2025, Kesh importoi energji, ndërsa sipas të dhënave të entit rregullator të energjisë, fatura e blerjeve gjatë vitit të kaluar arriti në 272.2 milion euro me TVSH. Administrativo-territoriale e vitit 2014 ka prodhuar efekte financiare të cilat sugjerojnë që të merren në konsiderat në reformën që pritet të miratohet së shpejti. Pavarësisht progresit dhe suksesit të reformës administrativo-territoriale të vitit 2014, janë identifikuar disa probleme të rëndësishme të cilat sugjerohen të analizohen dhe merren në konsiderat në hartimin e reformës së re. Raporti i financave vendore për vitin 2025 paraqet si ndër problemet kryesore varësinë e disa njësive vendore nga qeveria qendrore, ku argumentohet se disa bashki të vogla dhe të mesme për shkak të kapacitetit të ulët fiskal kanë ende varësi të konsiderueshme nga transfertat e qeverisë qendrore. Po ashtu vlerësohet se reforma prodhoi pabarazi financiare midis bashkive të mëdha dhe atyre të vogla apo të mesme. Një pjesë e madhe të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore përqendrohet në bashkitë e mëdha, veçanërisht në Tiranë. Gjithashtu, jo të gjitha bashkitë kanë të njëjtat burime ekonomike dhe financiare. Disa bashki urbane kanë më shumë të ardhura dhe zhvillim, ndërsa bashkitë rurale përballen me mungesë investimesh, emigracion, burime financiare të kufizuara. Një pasojë tjetër është rritja e kostove administrative dhe detyrimet e prapambetura. Analiza e zhvillimeve financiare gjatë viteve të fundit evidenton se në një pjesë të bashkive, shpenzimet administrative kanë ndjekur një trajektore rritëse, shpeshherë më të shpejtë se rritja e të ardhurave. Gjithashtu, disa bashki vazhdojnë të jenë në situatën e problemeve apo vështirësisë financiare dhe me rritje të nivelit të detyrimeve të prapambetura, duke reflektuar dobësi strukturore në menaxhimin buxhetor dhe planifikimin financiar. Ndër pasojat e tjera konsiderohen shërbimet e dobta në zonat rurale. Në raport thuhet se në disa zona të largëta, investimet janë të kufizuara dhe si rrjedhoi shërbimet e ofruara publike janë përkeqësuar. Po ashtu këto bashki përballen me nivele më të ulta shërbimi krahasuar me qendrat urbane, duke thelluar pabarazit territoriale dhe sociale. Nga një analizë e bërë mbi funksionimin e bashkive të mëdha kundrejt bashkive të vogla në disa drejtime, vjet re se bashkitë e vogla kanë kufizime në mirëmenaxhimin e pasurive dhe burimeve natyrore, të zonave dhe territoreve përkatëse, mirë menaxhimin e burimeve financiare dhe mirë administrimin e territorit. Po ashtu, kapacitetet e kufizuara njerëzore me të cilat përballen shpesh njësitë e vogla të veçeverisjes vendore, vlerësohet se shoqërohen me pamundësinë për të ushtruar funksionet e tyre, për të mbledhur të ardhura, e si rrjedhoi për të ofruar shërbime për qytetarët. Regjistrimi i pronësisë për shtëpitë ndërtuara përpara vitit 1991 në oboret në përdorim ose trojet funksionale po kryhet tërësisht online, ndërkohë që Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka automatizuar procesin ku është rritur interesi për aplikime. Qytetarët që kërkojnë të kalojnë pronësi në shtëpive të vjetra të ndërtuara para vitit 1991
oborreve në përdorim apo trujeve funksionale mund ta regjistrojnë pronën përmes portalit e-Albania. Pasi Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka publikuar hapet që duhet të ndiqen për këtë proces, mësohet se interesi ka qenë i lartë. Sipas Kadastrës, përmes kësaj procedure, qytetarët pajisen me dokumentacionin e plotë të pronësisë për banesat e tyre. Aplikimi duhet fillimisht që të hyhet në llogarinë në portalin e-Albania, më pas zgjidhet shërbimi aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ, si dhe të klikohet opsioni përdor. Pas hapjes së shërbimit, duhet të krijohet një aplikim i ri dhe të plotësohen fushat e nevojshme të kërkuara në portal dhe të shtohet nën shërbimi regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të aktit administrativ të lëshuar nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Sistemi shton automatikisht edhe shërbimet për lëshimin e certifikatës së pronësisë, kopjen e kartelës së pasurisë së paluajtshme dhe kopjen e fragmentit të hartës kadastrale. Pasi plotësohet aplikimi, i interesuari duhet ta dërgojë atë, të shkarkojë mandatin dhe të kryejë pagesën. Shërbimi bazë figuron me një tarif 5.000 lek, megjithatë aplikimi mund të përfshijë edhe shërbime të tjera, prandaj shuma përfundimtare duhet kontrolluar në mandatin e gjeneruar nga sistemi. Për gjatë muajit korrik, inflacioni në vendin tonë ka arritur në 3.4%, duke mbetur mbi mesataren 3% të Bashkimit Evropian, ndërkohë rritjen më të fortë të çmimeve ka regjistruar Rumania me 8.2%, ndërsa Suedia kishte normën më të ulët me vetëm 0.3%. Rritja e çmimeve në Shqipëri u përshpejtua gjatë korrikut duke çuar inflacionin mbi mesataren e Bashkimit Evropian. Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit, inflacioni vjetor arriti në 3.4% nga 3.2% qershor, ndërsa mesatari e Bashkimit Evropian u regjistrua në 3%. Në këtë nivel Shqipëria rezulton 0.4 përqindje mbi mesataren evropiane dhe rënditet mbi disa prej ekonomive më të mëdha të kontinentit. Gjermania regjistroi një rritje të çmimeve prej 2.8%, Italia 2.9% dhe Franca 2.4%. Spanja nga ana tjetër ishte një normë të lartë se Shqipëria prej 3.9%. Rritja më e fortë të çmimeve ndërkohë në muajin korrik u regjistrua në Rumani me 8.2%, e ndjekur nga Kosova me 6.5%, Islanda me 5.6%, Lituania me 5.4% dhe Gjeorgjia me 5.2%. Nivele relativisht të larta u shënuan dhe në Bullgari e Qipro, ku inflacioni ishte 4.4%. Në skajnë tjetër të rënditjes ndërkohë presionet mbi çmimet mbeten shumë të ulta. Suedia regjistroi inflacion prej vetëm 0.3%, Zvicra 0.7% dhe Çekia 1.3%, ndërsa në Danimark dhe Hungari çmimet u rritën me 1.6%. Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria kishte inflacion më të ulët se Kosova, Mali, Zi dhe Kroacia, por më të lartë se Maqedonia e Veriut prej 2.4% dhe Serbia me 2.2%. Edhe Greqia ndërkohë me një normë prej 2.7%, rezultoi poshtë nivelit të Shqipërisë dhe mesatares së Bashkimit Evropian. Të dhënat e korrikut tregojnë se rritja e çmimeve në Shqipëri vijon të mbetet më e fortë se mesatari europiane, ndonse diferenca është e kufizuar. Në të njëjtën kohë, hendeku mes vendeve europiane mbetet i madh, me norma që variojnë nga 0.3% në Suedi deri në 8.2% në Rumani. Importet e produkteve bulmetore, vezëve dhe mjaltit kanë vjuar që të qëndrojnë pranë niveleve rekord, duke sinjalizuar një varësi gjithmonë e më të madhe të tregut shqiptar nga furnizimet e huaja. Vetëm për gjatë muajit korrik të këtij viti, frutat e importeve kanë arritur vlerën e rreth 784 milion lekëve. Nga qumshit e djathi, vezët dhe mjalti, fatura që Shqipëria paguan për produktet e sjellura nga jashtë po qëndron në nivele historikisht të larta. Vetëm në korrik të vitit aktual, importet e kësaj kategorie arritën në rreth 784 milion lekë, duke shënuar vlerën e dytë më të lartë mujore të regjistruar në më shumë se 2 dekada dhe duke konfirmuar varësinë në rritje të tregut vendas nga furnizimet e huaja. Rekordi historik mbetet korriku i vitit 2025, kur importet arritën në rreth 815 milion lekë, kështu pavarësisht se në korrik fatura rezultoi rreth 3.8% me ulët se një vit më parë, ajo mbetet shumë pranë nivelit historik. Krahasuar me qershorin e vitit 2026, importet u rritën me rreth 13%, nga 694 milion në 784 milion lekë. Rritja bëhet edhe më e dukshme kur shihet e gjithë pjesa e parë e vitit. Gjatë periudhës janar-korrik të vitit aktual, Shqipëria importoi rreth 4.42 miliard lekë produkte bulmetore, vezë dhe mjalt, afërsisht 5% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Të dhënat historike tregojnë se fatura e importeve ka ndryshuar ndjeshëm. Në korrik të vitit 2005, Shqipëria importonte rreth 95 milion lekë produkte të kësaj kategorie, ndërkohë në korrik të këtij viti, vlera ishte mbi 8 herë më e lartë. Ndërkohë të dhënat e prodhimit vendas tregojnë një ecuri të kundërt për pjesën
kotën më të madhe të produkteve blegtorale. Prodhimi total i qumshit ra nga rreth 1.11 milion ton në vitin 2019 në 868.000 ton në vitin 2025, me një tkurrje prej afërsisht 22%, me rënje si të qumshi i lopës ashtu dhe ta i deles dhe i visë. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe prodhimi i vezëve po ashtu shihet me rënje të ndjeshme. Rreth 659 aplikime për marrjen e patentës janë depozituar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale për gjatë gjithë vitit 2025, ndërsa vetëm 11 prej tyre ishin aplikime për patenta kombëtare. Gjatë vitit 2025, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale u regjistruan 659 aplikime për patenta, por vetëm një pjesë shumë e vogël e tyre lidhet drejt për drejt me aplikantë shqiptar. Numri i aplikimeve ka ardhur në rënje në raport me një vit më parë, kur regjistroheshin 742 aplikime, por edhe në raport me vitet e mëparshme përjashtuar vitin 2022. Patenta është një e drejtë ekskluzive dhënë për një shpikje e cila mund të jetë një produkt ose një proces, i cili sjell një mënyrë të re të krijimit të diçkaje ose ofron një zgjidhje teknike të re të problemit. Sipas të dhënave zyrtare nga DPPI, 11 aplikime ishin për patenta kombëtare me aplikantë shtetas shqiptar, ndërsa 648 aplikime ishin patenta të lëshuara nga Zyra Evropiane e Patentave, për të cilat është kërkuar mbrojtje edhe në Shqipëri. Në terma relativ, aplikimet kombëtare të depozituar nga shtetas shqiptar përpojnë vetëm 1.7% të totalit, ndërsa rreth 98.3% e aplikimeve lidhen me patenta europiane që kërkojnë mbrojtje në tregun shqiptar. Aplikimet kombëtare janë kryesisht të fushës mekanike dhe ushqimore, ndërsa 7 patenta janë të fushës së artikujve personal apo shtëpiak. Numri më i lartë i aplikimeve ka qenë në vitin 2021 me 23 të tilla, ndërsa në total janë regjistruar 7 patenta. Sa i takon patentave ndërkombëtare, interesi ka ardhur në rënje pasi shifra është më e ulta që nga viti 2019, përjashtuar vetëm vitin 2022 ku u regjistruan 601 aplikime. Kjo strukturë tregon peshën e lartë që kanë patentat europiane në sistemin shqiptar të pronësisë industriale. Numri i patentave të ripërtërira në vitin 2025 regjistrohet në 5118. Patentat europiane që kërkojnë mbrojtje në Shqipëri nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht aktivitet të drejt në vend. Ato tregojnë se mbajtësit e këtyre të drejtave kërkojnë të ruajnë mbrojtjen e shpikjeve të tyre edhe në territorin shqiptar. Por ekonominë shqiptare vijon të mbetet sfidë rritja e numrit të shpikjeve dhe patentave të krijuara nga studiues, sipërmarrës dhe kompani vendas në mënyrë që inovacioni të kthehet në një aset ekonomik dhe në burim të ri të konkurrueshmërisë së biznesit shqiptar. DPPI shërben si institucioni përgjegjës për regjistrimin, administrimin dhe promovimin e objekteve të pronësisë industriale, përfshirë patentat për shpikje. Me një fluks në rritje të turistëve vendas dhe të huaj muaj gusht mbetet piku i sezonit turistik për qytetin e Sarandës, sporti është bërë tashmë ndalesa e dhjetra kroçerave duke kthyer qytetin bregdetar në një destinacion të rëndësishëm veçanërisht për turistët e huaj. Me fluks në rritje të turistëve vendas dhe të huaj, gushti mbetet piku i sezonit turistik në Sarandë. Porti është bërë tashmë ndalesa e dhjetra kroçerave gjatë këtij viti, duke kthyer qytetin bregdetar në një destinacion të rëndësishëm veçanërisht për të huajt. Ndërkohë edhe shumë turistë që vinë nëpërmjet aeroportit ndërkombëtar zgjedhin më pas të udhëtojnë drejt Sarandës. Kryetari i shoqatës së industrisë së turizmit në këtë qytet, Arben Çipa, thot për Skan TV se zgjerimi i sezonit nga muaji maj në tetor duhet të sjellë më tepër shërbime dhe të mos abuzohet me çmimet. Jemi në moment që ne ekzekutojmë shërbimet, jemi në periudhën që presim për të konsoliduar anën ekonomike, se periudha është e konkretizuar, fillon nga muaji mars deri fund tetori, dhe në këtë kuadër ne duhet ta kemi fokusin tonë kryesor në industrinë tonë turizmit. Të gjithë vizitorët nga çdo zonë të paktën e Europës, ku mund ta prekë Shqipërinë në distancën më të largët 2 orë gjysmë fluturim, e sigurojmë që ky vend i quajë sekreti i fundit të Europës, nuk është tashmë sekret, është zona eksotike në qendër të Europës, është zona ku profesionalizmi nuk zëvët parë, por shpirti dhe zemra zëvët parë, duke qenë paralel me profesionalizmin. Kemi shumë për të treguar dhe keni shumë për të mësuar nga vendi jonë. Duke filluar nga gastronomia, nga mikpritja, gastronomia, tipologjia, alternativat e shta, pa dyshim çmimet të cilat i referojmë operatorëve turistik. Kombinimi i Bregdetit, trashëgimisë historike dhe peizazheve natyrore e pozicionon Sarandën ndër destinacionet kryesore të turizmit shqiptar. Sezoni kroçerave në Sarandë për 2026 u hap në muajin mars. Turistët vinë nga vende të ndryshme të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Itali, Gjermani, Francë e të tjerë.
Ata vizitojnë Butrintin, pjesë e UNESCO, Syrin e Kaltër, Kalane e Lëkurësit e më pas vizitojnë edhe qytetet e tjera si Gjirokastra, Përmeti e të tjerë. Edhe kryeministri Edi Rama ka ndarë këtë fundjavë pamje nga Gjirja e Sarandës që ka mirëpritur një tjetër kroçere, kartolin ngushti nga Saranda, shpret kryeministri krahas pamjeve. Nga ana tjetër, Pogradeci po pritur një sezon veror të suksesshëm, interesi është rritur ndjeshëm jo vetëm për hapësirën e plazheve, por edhe për atraksionet e tjera kulturore. Pogradeci, një nga qytetet më piktoreske në Shqipërinë juglindore, i vendosur buzëliqenit të Ohrit, ka qenë një nga destinacionet e preferuara gjatë muajit gusht. Ky muaj është cilësuar si momenti ideal për të shijuar atraksionet e qytetit dhe rrethinat e tij unike, ku në ndihmë të pushuesve dhe turistëve ka ardhur edhe pika informacionit e ngritur nga bashkia. Pjesë të ndryshme të qytetit, por edhe atraksionet të tjera janë mjaft të vizituara. Ne kemi ngritur qendrën e informacionit turistik, janë rreth 650 turistë, të cilët vinë nga vende të ndryshme të botës, siç janë amerikanë, francezë, italianë, gjermanë. Po ashtu kemi edhe turistë nga Çekia, Polonia, pasi ata janë të prirur ndaj turizmit të aventurës, por edhe turizmit të natyrës. Ka një interes mjaft të shtuar për sa i përket atraksioneve të ndryshme natyrore, por edhe historike. Pogradeci vizitohet jo vetëm për bukuritë e veçanta si liçeni i Ohrit, që është një ndër më të vjetrit në botë, parku i Drilonit, fshati tradicional tushemisht dhe ushqimet e shijshme si Korani, por edhe për natyrën dhe historinë. Spitalet universitare po vjojnë që të përballojnë fluksin më të lartë të pacientëve në vendin tonë. Një raport të fundit ai tregon se përdorimi i shtretërve arrin mesatarisht në mbi 81% për spitalet universitare, kundrejt rreth 36% të atyre rajonale. Autonomia spitalore ka sjellë një dinamik të ndryshme në përdorimin e kapaciteteve shëndetësore, por të dhënat tregojnë se diferencat mes spitaleve universitare dhe atyre rajonale mbeten të konsiderueshme. Sipas një raporti monitorimi të Together for Life, gjatë vitit 2024, norma mesatare shfrytëzimit të shtretërve në spitalet universitare arriti në 81.68%, ndërsa në ato rajonale ishte 35.87%. QSOT regjistroi nivelin më të lartë me një normë që luhatet nga 81 në 86.5%, duke reflektuar kërkesën e lartë për shërbime të specializuara. Në Spitalin Memorial të Fierit, shfrytëzimi i shtretërve u rrit nga 61.8% në mbi 71%, ndërsa në Spitalin Rajonal të Vlorës qëndroi në rreth 40 deri në 42%. Nivele më të ulta u regjistruan në Shkodër dhe Lezhë, në Shkodër ku u përdor 30.22% e kapacitetit të shtretërve, ndërsa numri i shtrimeve arriti në 12.855 persona, ose 55.9% e objektivit vjetor. Në Lezhë, norma e shfrytëzimit ishte 33.7%, me 5.475 pacientë të shtruar. Në të dyja spitalet, ndërkohë aktiviteti diagnostik dhe kirurgjikal te i kaloi pritshmëritë. Shkodra realizoi 8.974 ekzaminime me skaner, ose 63.2% më shumë se objektivi, ndërsa në Lezhë ndërhyrjet kirurgjikale te i kaluan planin me 31.4%. Raporti evidenton gjithashtu një peshë të lartë të urgjencave në aktivitetin spitalor. Të dhënat tregojnë se spitalet rajonale po përballojnë një volum në rritje të konsultave, analizave dhe ekzaminimeve diagnostikuese, por një pjesë e kapaciteteve të shtrimit vijojnë të mbeten të pashfrytzuara. Sipas raportit, një shpërndarje më e ekuilibruar e pacientëve dhe fuqizimi i shërbimeve rajonale do të ndihmonin në uljen e presionit ndaj qendrës spitalore universitare Nën Tereza dhe në përdorimin më efikas të kapaciteteve ekzistuese. Administrata tatimore e Kosovës ka lënë afatë deri në 31 dhjetor të këtij viti për regjistrimin e punonjësve në marrëdhënie pune për të evituar në këtë mënyrë edhe penalitetet. Administrata tatimore e Kosovës ka njoftuar të gjithë punëdhënësit që kanë punëtor në marrëdhënie pune se duhet të sigurojnë që të dhënat e punëtorëve të tyre të jenë të regjistruara në sistemin elektronik EID. Sipas njoftimit të tatimeve, regjistrimi duhet të bëhet për secilin punëtor ekzistues deri më 31 tetor 2026. Tatimet kërkojnë që të dhënat e regjistruara të jenë të sakta,
të plota dhe në përputhje me gjendjen faktike të punësimit. Punëdhënësi duhet që brenda afatit të përcaktuar të verifikojë, plotësojë dhe përditësojë të dhënat e punëtorëve në këtë sistem elektronik. Administrata tatimore e Kosovës ju ka bërë thirrje të gjithë punëdhënësve që të mos e neglizhojnë dhe ta lënë këtë proces për ditët e fundit, si dhe të sigurojnë se të dhënat e punonjësve janë të regjistruara saktë dhe në përputhje me gjendjen reale të punësimit. Formulari përmban, ndër të tjera, edhe të dhëna lidhur me datën e fillimit të punës, datën e ndërprerjes së punësimit sipas rastit, orarin e punës së plot ose të pjesëshëm, nivelin e shkollimit, profesionin, pozitën e punës, si dhe të dhëna të tjera të kërkuara në formular. Mosplotësimi dhe mosdeklarimi të dhënave për punëtorët, si dhe mosrespektimi i detyrimeve të përcaktuara me legjislacionin tatimor, mund të jetë subjekti i veprimeve dhe masave ndëshkuese. Ndërtuar negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas, presidenti Donald Trump ka vendosur tarifa 50% për një gamë të gjerë produktesh të kanadezëve, ndërkohë që kryeministri Kearney tha se do t'i përgjigjet dollar për dollar këtyre sanksioneve. Një val i ri tarifash amerikane ndaj një game të gjerë mallrash kanadeze ka hyrë në fuqi, pasi negociata tregtare mes SBA-s dhe Kanadas dështuan në minutën e fundit. Kryeministri kanadez njoftoi pezullimin e bisedimeve pak para skadimit të afatit, duke deklaruar se Kanadaja do të përgjigjet me tarifa reciproke, dollar për dollar, ndaj produkteve amerikane. Ai tha se ndryshimet e bëra në minutën e fundit nga pala amerikane ishin të padrejta dhe jo ekonomike, ndërsa sipas tij u vu në pikpyetje besueshmëria e çdo marrëveshje të mundshme. Negociatorët e dy vendeve kishin zhvilluar bisedime intensive që prej korrikut, pasi presidenti amerikan Donald Trump kishte kërcënuar me tarifa deri në 50% për rreth 20 miliard dollar importe kanadeze. Trump i kishte pezulluar përkohësisht tarifat më herët gjatë javës, duke deklaruar se dy vendet ishin pranë një marrëveshje tregtare që do të ishte shumë e mirë për të dyja palët. Por pak para skadimit të afatit, kryeministri kanadez njoftoi ndërprerjen e negociatave. Përfaqësuesi amerikan i tregtisë akuzoi Kanadan se kishte refuzuar të finalizonte marrëveshjen sipas kushteve të dakordësuara gjatë javës. Tarifat e reja amerikane prej 50% prekin një gamë të gjerë produktesh, përfshirë verën, produktet e qumshit, çimenton, veshmbathjet dhe pajisjet e ndryshme. Ato i shtojnë tarifave që tashmë janë vendosur ndaj disa sektorëve strategjik, përfshirë çelikun, aluminin, automjetet dhe drurin kanadez. Përplasja aerje tregtare rrezikon të godasë të dy ekonomitë, pasi Kanadaja dhe SBA-t janë ndërpartnerët më të mëdhenj tregtar të njëra tjetrës. Dhoma e tregtisë së SBA-s ka paralajmëruar se tarifat më të larta mund të rrisin kostot për konsumatorët amerikan, të dëmtojnë zinxhirët e furnizimit dhe të rrezikojnë miliona vende pune të lidhura me tregtinë mes dy vendeve. Në negociata ishte diskutuar mundësia që tarifat amerikane për çelikun dhe aluminin kanadez të uleshin nga 50% në 25%, ndërsa ato për automjetet kanadeze të zbrisnin nga 25% në 15%. Në këmbim, Kanadaja ishte zotuar të shqyrtonte disa kërkesa amerikane, përfshirë rikthimin e alkoolit amerikan në raftet e dyqaneve kanadeze. Pas dështimit të bisedimeve, kryeministri kanadez bëri të qartë se do të përgjigjet me masa reciproke. Korea e Jugut ka nisur një anije për një udhëtim 45 ditor drejt Europës përmes rrugës veriore detare të Arktikut. Ky projekt synon që të shkurtojë kohën e udhëtimit me 35%, por ka sjellë shqetësime nga ana e perëndimit. Korea e Jugut nisi anijen e saj të parë kontenjere pan-Starakron nga porti Busan për të testuar rrugën detare veriore të Arktikut drejt Evropës. Ky udhëtim 45 ditor synon të shkurtojë kohën e transportit me rreth 35%, por ka ngritur shqetësime në perëndim për shkak të bashkëpunimit të nevojshëm me Rusinë. Presidenti e ka bërë transportin detar në Arktik një përparësi për Korenë e Jugut, një fuqi të madhe transporti detar. Zyrtarët thonë se kjo mund të ndihmojë në transformimin e Busanit dhe pozicionimin e Arktikut si një rrugë të rregullt detare deri në vitin 2030. Por projekti rrezikon konflikte me aleatët perëndimor që shpresojnë ta mbajnë Rusinë të izoluar gjatë luftës së saj në Ukrainë. Seuli është konsultuar me Moskën në lidhje me udhëtimin, duke përfshirë edhe nëse anija kishte nevojë për ndihmë për të trajtuar ndonjë problem, siç është ngecja në akuj. Shkrirja e akullit në Arktik ka bërë më të lehtë kalimin përmes veriut, ndërsa shtimi i transportit detar nga ana tjetër përshpejton ngrohjen globale, thonë shkencëtarët. Vitin e kaluar, 88 anije kryen 103 kalime përmes kësaj rruge, një rritje krahasuar me 97 kalime në vitin 2024 dhe 43 kalime në vitin 2022, kryesisht nga shtete si Rusia dhe Kina, sipas qendrës norvegjeze për logjistikën e rajonit të veriut të largët.
Marrëveshja prej $400 milionë e bërë nga TikTok me Departamentin e Drejtësisë në SBA zgjidh padinë e vitit 2024 për mbledhjen e palishme të dhënave të fëmijëve nën moshën 13 vjeçare. Ajo nuk përfshin pranimin e fajit, por pason ndryshimet në pronësinë e aplikacionit. Platforma TikTok ka rënë dakord të paguajë $400 milionë për të zgjidhur akuzat e SBA-s mbi mbledhjen e të dhënave personale të fëmijëve. Por marrëveshja nuk përfshin pranimin e shkeljes, sipas departamentit, duke treguar ndër të tjera ndryshimi në pronësi të biznesit të platformës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një rishikim të praktikave të tij të privatësisë. Departamenti i Drejtësisë paditi TikTok në vitin 2024, duke akuzuar platformën se u lejonte fëmijëve nën moshën 13 vjeç të krijonin llogari pa pëlqimin e prindërve. Platformat online në Shtetet e Bashkuara përgjithsisht vendosin një moshë minimale prej 13 vjeç për shkak të rregullave. Megjithatë, fëmijët mund të anashkalojnë kufizimet duke futur një datë lindjeje të rreme dhe kritikët kanë akuzuar prej kohësh kompanitë e teknologjisë se nuk kanë bërë mjaftueshëm për t'i ndaluar ata. Presidenti Donald Trump miratoi një marrëveshje sipas së cilës shumica e aksioneve në biznesin amerikan të TikTok u transferua në një kompani të re të mbështetur nga investitorë amerikan në fillim të vitit 2026. Marrëveshja siguroi të ardhmen e videove të shkurtra TikTok në SBA pas rreth një viti pasigurie. Sipas ligjit amerikan, pronari ByteDance me seli në Kinë ishte i detyruar të hiqte dorë nga operacionet e tij në Shtetet e Bashkuara që aplikacioni të vazhdonte të operonte në vend. ByteDance mbetet në kontroll të TikTokut diku tjetër në botë. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, banka, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Ktu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.